Qeveria ka organizuar një aktivitet solemn për ngjarjen e 21 janarit 2011, me që shënohet 15 vjetori. Përveç retorikës së pritshme, mazhoranca ka përgatitur një ofensiv të fortë institucionale. Mësuet se mazhoranca do të kërkojë një vendim parlamentar për zbatimin e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut, e cila e ka cilësuar ngjarjen si krim shtetëror. Vendimi parlamentar pritet të vërë në qendër të kritikës SPAK-un si institucion që ka shmangur hetimin e çështjes. Burime parlamentare bëjnë me dije se është përgatitur edhe një variant i gjatë dhe i argumentuar, i cili prej kohësh u është përcjellë edhe kancelarive perëndimore. Ndërkaq, sipas burimeve pranë mazhorancës, Kuvendi do të kërkojë thjesht ekzekutimin e vendimit për krimin shtetëror, po këto burime theksojnë se Kuvendi do t'i kërkojë prokurorit të përgjithshëm Olsian Çela zbatimin e këtij vendimi. Bëhet fjalë për një zhvillim të bujshëm, pasi kemi të bëjmë me një devijim ose anashkalim flagrant të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila ka detyrim kushtetues të hetojë zyrtarët e lartë të shtetit. Në mënyrë perfide, Prokuroria e Përgjithshme përdori një skemë të ngjashme në rastin e gjyqtares Irena Gjoka, e cila ka në dorë dosjen ndaj Sali Berishës për çështjen e klubit Partizani. Berisha dhe qarqet pranë tij reaguan emocionalisht duke përshëndetur publikisht hetimin e nisur nga Prokuroria e Përgjithshme ndaj Irena Gjokës. Ky veprim është antikushtetues, pasi sipas kushtetutës, gjyqtarët hetohen vetëm nga SPAK. Hapja e këtij precedenti pritet të krijojë një shteg të ri antikushtetues, që jo vetëm shmang prokurorinë e posaçme, por edhe i heq asaj fuqinë reale që i njeh kushtetuta. Sipas asaj që duket, skenari synon të hap këtë rrugë fillimisht për të ecur më pas drejt zhbërjes së SPAK, ndoshta edhe para vitit 2028, nëse Kuvendi ashtu siç pritet do t'i kërkojë prokurorisë së përgjithshme hetim për 21 janarin. Kemi të bëjmë me një zhvillim të fortë institucional. Skema parashikohet të jetë kjo. Parlamenti do t'i kërkojë policisë së shtetit krijimin e një bërthame hetimore për të investiguar rastin dhe më pas dosja t'i përcjellet prokurorisë së përgjithshme. Ky është një karshëllëk i hapur, jo vetëm ndaj SPAK, por edhe ndaj SBA dhe EBS, të cilat kanë orientuar hetimet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar drejt Byros Kombëtare të Hetimit. Si përgjigje, pritet që Kuvendi t'i kërkojë policisë së shtetit hetimin e rastit për zbatuar vendimet e Gjykatës së Strasburgut dhe të Gjykatës së Lartë, me qëllim të udhëzimin e çështjes në Prokurorinë e Përgjithshme. Ky nuk është më një precedent i thjeshtë, është një akt i fortë politik i Parlamentit që paralajmëron jo vetëm dobësimin e SPAK, mandati i të cilit përfundon pas 3 vitesh, por edhe të Byros Kombëtare të Hetimit, ku ndodhen agjentët më të trajnuar dhe të pajisur me teknologjinë më të avancuar. Situata përbër realisht një grup shteti të fshehur institucional, aktivizimi i të cilit ka gjasa të provokojë reagime të forta nga SBA dhe EBS. Edi Rama duket i gatshëm të përballet ashpër në këtë konflikt për të treguar se nuk do të lejojë hetime ndaj rrethit të tij politik.